Kthyer në akuzë në rubrikën qerësisë të emisionit ton dhe sot në studio është me ne një mik shumë i dashur për Studion Bardazi, Azmer Duleviç, faleminderit që jeni me ne. Kësaj radhe ai ka ardhur edhe për të akuzuar, po edhe për të thënë diçka që të tjerët nuk e bëjnë. Se kanë bërë akoma, e ka bërë ai. Po e ka bërë ai. Ai vetë ka bërë atë që nuk kanë bërë 3 milion shqiptar të tjerë. Për këtë të falenderojmë Azmer, po tani do na thuash cila është akuza jote dhe pse ke ardhur sot? Dhe kujt i drejtohet ajo akuzë, shumë e rëndësishme. Patjetër. Shi drejtohet asaj kamerës atij mitrolozit aty edhe Normalisht, unë kam një akuzë ndaj institucioneve të vetën tonë dhe kryesisht Ministrisë së Kulturës që t'i kushtoj një rëndësi shumë të veçantë heronjve tanë që ndodhen ose kanë, le themi, si rasti Skënderbeu që kishte, le themi, armët e luftës në muze, por nuk kishte marrë njëri me këtë pjesë dhe nuk dihej nëse Skënderbeu çfarë etnie kishte, çfarë përfaqësonte të gjitha me radhë. Po si rasti i Gjergj Kastriot Skënderbeut ne kemi shumë heronj në vendin tonë të cilët janë lënë në harrez dhe normalisht askush nga institucionet nuk vepron dhe duke qenë se nuk vepron, le të themi kjo është një njollë e zezë në vendin tonë. Gjithashtu i bëj edhe një thirrje historianëve të vendit tonë, të cilët të reagojnë ndaj fenomeneve ose ndaj, le të themi, figurave historike në vendin tonë. Ne kemi sot gruan e Gjergj Kastriot Skënderbeu Donikën, e cila ndodhet dhe eshtrat i ka në Valencia në Spanjë, ku askush nuk e di dhe nuk jep informacione çfarë gjendje është, pra a është e përcaktuar nëse është gruaja e Gjergj Kastriot Skënderbeut, çfarë përfaqësonte historikun e gjitha me radhë. Madje si daton ajo në normalisht në të dhënat e historisë tonë. Në të dhënat e historisë ajo ka emigruar nga Italia, ka shkuar në Valencia dhe atje ka ndruar jetë dhe patjetër duhet të thuhet me të madhe që është bashkëshortja e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Tashi ç'a bët juve? Ne konkretisht në Muzeun e Vjenës, së bashku me gazetarin Ermal Peçi, bëm një peticion dhe bëm kërkesë zyrtare muzeut që të vihej për shkrimi tek armët e herojt ton kombëtar dhe të thuhesh që ishte heroj i shqiptarëve dhe mbreti i shqiptarëve. Pasi deri para 2 ditësh në fakt thuhej vetëm etnia ose le të themi vendi që ishin prodhuar këto armë. Pra që ishin italiane dhe gjermane dhe asnjë përshkrim. Dhe e çuditshme është që miliona ose me mijëra turistë çdo ditë që vizitojnë Muzeun e Vjenës, i shikonin këto armë dhe nuk e dinin kujt i përkisnin, se jo të gjithë e njohin Gjergj Kastriot Skënderbeun. Nuk bënte asnjë shpjegim, as Ciceroni aty askush. Po Ministria e Kulturës, pse nuk e ka bërë këtë gjë më parë? Apo s'kishte dieni? Nuk e di, unë nuk besoj se s'ka pas dieni, po dhe mbase nuk ka pasur. Por ka institucione, ne kemi Akademinë e Shkencave. S'ka qenë ndonjë shqiptar turist atje që e ka parë për shkakun se ka bërë studio? Patjetër kanë qenë, por shumica e shqiptarëve me sa duket kanë shkuar, kanë bërë foto, i kanë postuar në rrjetet sociale dhe kanë ikur. Dhe nuk i kanë kushtuar rëndësi këtij detaji, cilin unë e pash si detaj, e fotografova, e ngrita si shqetësim në rrjetet sociale edhe